Përshëndetje nga kuzhina e njerit, sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë natyrale 100% efektive, super të shëndetshme edhe super efektive për shëndetin e të gjithëve. Krejt që kanë nevojitën për këtë recetë natyrale janë pra vetëm një edhe ajo është aloe vera. Shumica prej neve e mbjellim në vazo, e ujitim edhe lojna për bukurime me sy sepse është e bukur edhe na pëlqen. Shumica prej neve pra e kemi ilaçin tonë në shtëpi që na ka falë Allahi edhe në vend se me ujit pra aloe verën edhe me konsumu vetë me ujit shëndetshëm trupin tonë. Për çka shërben aloe vera edhe për çka nevojitet ju tregoj tash. Për juve motrat e dashura, për juve vllazën, pra që keni dhimbje, kryesisht të lukthit, pa marrë parasysh keni dhimbje të lukthit, keni helikobakter pylorin, keni pezmatim të lukthit, keni acid shumë lukth, keni probleme me tretjen, keni të ushqimit, pra keni probleme me fryrje të lukthit, keni acid në lukth, përndrysh ne i themi lukthi, pra të Kosovës ne i themi lukthi, ju nga Shqipëria motrat e dashur vllazën e thuni stomaku. Kështu që ta keni të qartë për çka po flas, sepse shumë herë bëjnë pyetje çka është lukthi. Lukthi ne i themi në Kosovë, ju i theni stomaku, kështu që shpresoj që po kuptohemi. Pra, për juve që keni probleme me tretjen, për juve motrat e dashura vllazën që keni probleme me kapsllakun, për juve motrat e dashura që keni probleme me çrregullim të hormoneve, për juve motrat e dashura që keni probleme me porët e fytyrës, pikat e kafta në fytyrë, pra ju bëhet fytyra me njolla. Aloe vera është për gjitha. Tash thuni, jo, çka të bën aloe vera, ai kur gjoj me shkuna për mjek s'na ka ndihmu, jo aloe vera. Krejt që to, ai me shkuna për mjek e s'na ka ndihmu kur gjoj, ju lojnë juve qashtu. Pse ju lojnë juve qashtu? Se shkoni në për mjek, harxhoni, edhe dikur na mo ju ka ardhë të huna, a nuk besoni më kur gjo, sepse i keni besu veç mjekve. Allahi, elhamdulillah, na ka folë gjitha ilaqet që mi përdor, por duhet me ditë çka edhe si ta përdorim. Pra për juve vllazën motra që keni probleme, pra me lukthin, ulqeren, pezmatim e çka i përmenda, çka të bëj me lukthin, pra çka të hani, konsumoni ushqime, jo keni mu fry. Edhe keni pra thartir në lukth, fryrje në lukth, ju mundon gjithçka çka hani. Pra është aloe vera perfekte. Qet aloe vera e kom blet tek Turqit, që kjo që kushton 4,99 cent. 4,99 cent nuk është as pak shtrejt për shëndetin tonë. Për juve që keni të mbjellur në vaza, e shifni seone që e kam edhe në vaza të mbjellur, njënën prej tyne cilën e keni. Kjo është aloe vera ma e vjetër pra që është, por gjinët gjithkon me ble. Kështu copë e bleni tek marketet e Turqve, ose e keni të mbjellur në vazo në shtëpitë tuaja. Çka të bëni, si ta përdorni, si të veprani. Bismillah, tash për shifni qëtë aloe vera. Aloe vera e përdorni 3 herë nditje. Mas pari, e keni pastru normal, ja largoni bismillah qëto thera që i ka omash, në të 2 ondë. Aloe vera e lëshoni farlongo si kurse carit. Gjithë mendojnë, o, është lang helmus. As pak helmus, veç që është i illt. Shijen e ka të illt. Pra, ma mirë me përdor aloe vera që ka shijen e illt, se me shku në spital e me përdor krevatin e spitalit me nejt aty që shtojmë ne shqiptarët me bo vo, ka 1 mujt dit në për spital. E prejni qështu ka një copë që shqim të e prej o në më thik. Nga një copë qështu, ja hek një levoren e qerani. 3 herë nditje nga një copë qështu. Edhe ja hekum pra levoren, e kum prej aloe vera. Edhe qështu ja hekni me thik që të langun, pra, veç në 2 ondë, ja hekni me thik. Këtë aloe vera e konsumoni si mollën, kur të qerojna, shembull e konsumojna qështu qësh ashtë. Për juve që keni në vazo, e preni qështu një copë, e qerani pashtu, edhe e konsumoni qështu. E mirës është pra qështu me konsumu. Për juve që thuni, a, shia edhe, sepse nëzërmi kaj dhe karnome që shkanë thëmë plokat, unë po thëmë për vete,
më kon smut ose më vujt për lukë, ose diçka helëm njëri është në gjendje me pi, po bjen fjala e le mu kur e dina që na bën mirë për shëndetin, unë që shto e kisha përdor pra, me kon vend juën. Aloe vera është super efektive për juve motra të dashura, për neve krejtve, për juve vllazën që prodhon pra kolagen në trup. E shepni që të lëngën, që është si kur i sarit. Kolagenin në trup që kemi munges, shembull kundër rrudhave të fytyrës, po ashtu është aloe vera. Konsumone 3 herë në ditje ka një copë qështu. Mëngjes, në drekë, në darkë, pa ndërprehjeq. Për juve si shtash fillim, nxarni kohë, jo e jellte, jo e qellte, jo ashtu, jo kështu, e merrni, mundeni pra, një copë qështu aloe vera, me morë me përzi shembull me një mollë, e qërani edhe në blender, e bëni si smoothie kështu edhe e përdani, nëse smundeni. Unë pjo them e mirës është kështu ka një copë me konsumu të freskt. Keni mu bind vetë pra, 3 herë në ditje përdane, keni me po vetë, keni mu më shkru vetë, edhe keni me po efektin e aloe vera që ka bën për shëndetin tonë. E përdani pra, si kurse në vazo që e keni, si kurse me ble, po ashtu është super e dina gjithë për flokët, mundeni pra edhe mos për flokë, tepër e mirë. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj përzemërsisht, po ashtu faleminderit për përkrajnë që ma beni komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e njerit, ju them, miru po fshim.